të cilat prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të enjte janë duke kryer kontrolle në banesa dhe biznese në qytetin e Elbasanit. Burimet për Syri Televizion konfirmojnë se agjentët e BKH-s janë duke kryer kontrolle në banesën e eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Socialiste në qytet. Një grup agjentësh prej orës 9 të mëngjesit është në banesën e Luan Tabaku që prej 3 vitesh mban detyrën e drejtorit të përgjithshëm të ujësjellësit rajonal të Elbasanit. Luan Tabaku është një emër i njohur jo vetëm për funksionet publike, por i përfshirë edhe në ngjarjen e 21 prillit 2021 në Elbasan ku mbeti vrar Pierin Xhuvani. Kontrollet janë në kuadër të një hetimi për subjektet shtetërore lidhur me procedura prokurimesh publike dhe tenderat të cilat janë dhënë nëpërmjet oligarkëve dhe profesuesve të Partisë Socialiste kundrejt grupeve kriminale dhe për t'i pastruar në këtë lloj forme. Lidhem një herë në këtë çast me kolegun Fatjo Engjina, i cili ndodhet në ambientet e SPAK, do të na jap informacion më të detajuar. Të përshëndes Fatjo. Përshëndetje Neda, prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, agent të Byros Kombëtare të Hetimit, të asistuar nga efektiv të policisë së shtetit, përfshirë edhe drejtorinë vendore të policisë së Elbasanit, janë angazhuar në një operacion kontrollesh të miratuara nga gjykata e posaçme antikorrupsion me kërkesë të prokurorisë speciale SPAK, ndërkohë që burime jo zyrtare konfirmojnë se në mënyrë jo zyrtare theksoi se operacioni është në kuadër të hetimeve që zhvillohen për procedimin penal ndaj grupit të Suel Qelës. Ndërkohë që nga hetimi dhe vijimi i hetimeve e veprimeve hetimore është konsideruar arsyeshme nga Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar që të kryej veprime hetimore edhe për subjekte të tjera, përfshirë edhe zyrtar të pushtetit vendor apo të drejtorive të rëndësishme si ajo e ujësjellës kanalizimeve në qytetin e Elbasanit, ku burime jo zyrtare konfirmojnë se në shënjesër të këtij operacioni ka qenë edhe banesa e Luan Tabaku, drejtor prej 3 vitesh i këtij institucioni, pra ujësjellës kanalizimeve në Elbasan. Ka dyshime për procedura prokurimesh publike, tendera ku janë favorizuar firma që kanë qenë të afërta me pushtetin dhe me rolin e aktorëve vendimarrës në qytetin e Elbasanit, tendera që kapin vlera të konsiderueshme monetare. Disponojmë edhe emrin e personit që ka qenë në shënjestër të këtij operacioni, por SPAK ka kyçur komunikimin me media dhe gazetarët, duke mos e konfirmuar, por as mohuar emrin e një biznesmeni të njohur të lakuar edhe në të shkuarën për precedentet të mëparshëm kriminal kryesisht jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe prej disa vitesh është një nga biznesmenët me influencë në qytetin e Elbasanit, ku është denoncuar edhe në media të ndryshme përfshirja e tij në tendera me flamuj të kuq, madje që kanë tërhequr edhe vëmendjen e audituesve të kontrollit të lartë të shtetit që kanë gjetur shkelje sa i takon procedurave ku është shpallur fituese kompania e tij. Emrin nuk mund ta themi përderisa nuk e kemi të konfirmuar në mënyrë zyrtare nga Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por mund të themi nga çfarë kemi dokumentuar edhe në terren, agentët e Byros Kombëtare të Hetimit, asistuar nga policia e shtetit dhe drejtoria vendore e policisë së Tiranës, kanë ushtruar kontrolle pranë banesës së drejtorit të ujësjellës kanalizimeve në qytetin e Elbasanit, Luan Tabaku, një personazh që sikur se theksuat edhe ju, është i njohur emri i tij për sa i takon ngjarjes së ndodhur vite më parë në qytetin e Elbasanit, ku mbeti i vdekur Pierin Xhuvani si pasojë një përplasje të ndodhur në prag të zgjedhjeve elektorale atje. Këto janë të dhëna që disponojmë deri në këto momente, ende nuk mundemi të trajtojmë mënyrën se si lidhet procedimi penal i Suel Qelës dhe grupit të tij me operacionin e kryer ditën e sotme nga SPAK. Burime jo zyrtare të besueshme konfirmuan se është i njëjti grup hetues që po heton këtë dosje, që ka urdhëruar edhe kontrollet e ditës së sotme. Janë sekuestruar sende të konsideruara me vlerë për hetimin, përfshirë dokumentacion që ka dyshime të jenë procedura prokurimesh publike, por edhe pajisje komunikimi e elektronike si kompjutera apo aparate celulare. Do të presim nëse Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të ketë një qëndrim apo një njoftim zyrtar lidhur me këtë çështje që duhet